Jemi në një apartament në rrugën Panorama me tipologji 1+1 dhe sipërfaqe total 80 m2. Këtu jemi në verandën e këtij apartamenti, e cila është shumë e bollshme. Në fund të verandës janë të vendosura instalimet për pjesën e kondicionerëve, pra ju nuk ju duhet që të gërmoni, të kaloni linjat, pasi i keni të gjitha të vendosura gati. Siç është pjesa këtu në sallon dhe në dhomën e gjumit. Ky është ambienti dedikuar për kuzhinë dhe dhomë ndenje. Ka një sipërfaqe goxha të bollshme dhe ajo që dua të them për këtë apartament është se janë bërë punime shtesë nga person privat, jo siç dorëzohet normalisht një apartament nga ndërtuesi, në pjesën e tavaneve të fshehta, të cilat janë të përfunduara me gips. Dhe po ashtu është marrë parasysh dhe pjesa e ndriçimit me spote dhe drita LED. Ky është korridori i cili t'i jep aksesin për në dhomën e gjumit dhe në tualet. Pjesa këtu është pjesa dedikuar për dhomën e gjumit. Dhe po ashtu janë të vendosura edhe instalimet gati për pjesën e kondicionerëve. Ky këtu është tualeti i cili është i papërfunduar për arsye se klienti ka të drejtë të zgjedhë se si do t'i dojë kryesisht pajisjet hidrosanitare, bolierët e të tjerë, si do të dojë pjesën e ndarjes me xhamari për pjesën e dusheve. Po ashtu pllakat janë të përdorura ndryshe nga çfarë është përdorur në gjithë objektin, muret i keni të patinuara dhe instalimet hidraulike dhe elektrike janë nga më cilësoret.